Pas ditën e të mërkurës, mijëra qytetarë u mblodhën sërish në qendër të kryeqytetit për të vijuar traditën e protestës. Në ditën e 18 të protestës, përtej numrit të lartë të qytetarëve që vijojnë marshimin deri në orët e vona të natës dhe pankartave të shumta të përkthyera në gjuhë të huaj, pjesë të saj u bën flamingot edhe një tufë dhish. Kërkesat e qytetarëve tashmë përfshin problematikat e jetës së përditshme, nga infrastruktura, arsimi, shëndetësia dhe kostoja e lartë e jetesës. Mirë po kërkesa primare që sipas tyre do të sjellë përfundimin e kësaj revolte është dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Në numër të lartë janë edhe turistët e huaj që përkrahin revoltën e shqiptarëve. Jam nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani jetoj në Orikun prej 4 muajsh. Unë lash Amerikën për të qenë larg korrupsionit të familjes Trump dhe shoh ishullin e Sazanit nga dritarja e shtëpisë në Orikun. Më duket sikur korrupsioni i familjes Trump më erdhi nga pas. Unë vi nga Italia, kam 10 ditë në Sarande, prej 2 ditësh ju janë bashkuar protestuesve këtu. Shpresoj dhe italianët të frymëzohen nga këto protesta. Kjo është i kompani hecjesh, kundra ligjit, ka deviju 2 kanjone, Lumin Urak dhe Zall Gjoshaj. Kjo kompania këtu, Sega Hydropower. Pasi lloj ligji, nuk ka ligj Shqipëri që devijo kanjonin shekullor. Nuk ka ku në botë. Unë jam studente filozofisë dhe unë dua të them që Edi Rama me ligjin e investimeve strategjike ka shkelur të drejtën natyrore të pronës, ka shkelur deklaratën e të drejtave të njeriut, sepse ti nuk mund të marrësh një pronë private dhe ta quash si investim strategjik, kur ai është një investim privat. Dhe ky mlef që kemi secili prej nesh dhe ky dëmtim që na është bërë nuk ka shanse të iki, nuk ka shanse, nuk na shuhet dot. Dhe prandaj kjo protestë nuk shuhet dhe jo vetëm që nuk shuhet, po unë mendoj që ka shumë rrezik që kjo protestë të kalojë në demonstrata, sepse preteksti i kësaj proteste ishte çështja e nartës. Dhe ndërkohë që shkaku i vërtet i njerëzve që janë këtu është problemi që kanë në jetën e përditshme. Pra janë akumulime të, po themi, 36 viteve politik në Shqipëri. Sipas mendimit tim, kjo protestë fitoren e parë e arriti, duke e bërë ndërkombëtare këtë çështje dhe duke i vënë qeverisë shqiptare detyrimin që minimalisht këtë ligj ta aborgojë. Jam këtu për të ngritur zërin tim kundër qeverisjes, sepse besoj se qytetarët meritojnë më shumë gëzim, respekt dhe drejtësi. Ju këtu po shkruani një faqe të re të historisë Shqipërisë, po shkruani të ardhmen dhe jam i sigurt se pas pak kohësh do t'ja ndjeni shije fitores. Çdo ditë që jemi bashkë është një fitore. fryma është ringjallur, sepse ishim në një moment agonie. Kështu që nga momenti që njerëzit janë rizgjuar, besoj që kanë rigjetur njëri tjetrin dhe kjo është dhurata më e bukur që mund t'i bënim vetes edhe Shqipërisë. Protestuesit pas përfundimit të marshimit të tyre për më shumë se 3 orë në rrugët e Tiranës, u kthye në sheshin Skënderbej, ku edhe kanë mbyllur tubimin me këngë e valle. Me flamuj, simbole kombëtare dhe thirrje kundër klasës politike, ata e kanë dhënë fund tubimit të 18 të nisur kundër investimit në Zvernec të Vlorës.